Pas më shumë se 3 dekada shpritje, Bulqiza më në fund ka një fushë futbolli të vetën. Qyteti i minatorëve që ka mbajtur gjallë pasionin për sportin edhe pa kushte, përjetoi të shtu në një ditë historike hapjen zyrtare të stadiumit Bulqiza dhe zhvillimin e ndeshjes së parë zyrtare në këtë impian pas 36 vitesh mungesë. Edhe pse rezultati nuk ishte ai që dëshironin vendasit, emocionet në tribuna ishin të papërshkrueshme. Qindra sportdashës të rinje të vjetër ish lojtar, trajnerë banor të qytetit mbushën shkallët e stadiumit për të duar trokitur rikthimin e ekipit të tyre në shtëpi. Kjo ndeshje ishte shumë më tepër se një përballje sportive, ishte një rikthim dinjiteti për Bulqizën, një qytet që për vite me radhë nuk hoqi dorë nga futbolli, edhe pse mungesa e fushës i detyronte sportistët të udhëtonin e të stërviteshin në kushte të vështira. Ndërtimi i stadiumit ka qenë një proces i gjatë dhe i lodhshëm, që ka zgjatur afro një dekadë. Edhe pse ende nuk është përfunduar plotësisht me mangësi në rrethim, dhomat e zhveshjes dhe hapësira ndihmëse, fusha është tashmë funksionale dhe gati të presë sfida të tjera. Pjesa e parë e ndeshjes mes KF Bulqiza dhe Dinamo City B përfundoi 0-0 me disa momente tensioni në fushë, ndërsa në pjesën e dytë Dinamo City B arriti të shënojë 2 herë në minuta 76 dhe 89 duke siguruar fitoren. Në renditje Dinamo City B kryeson grupin A me 9 pikë të plota, ndërsa KF Bulqiza ndodhet në vendin e 6 me 3 pikë, por për Bulqizën kjo nuk është një humbje, është një fitore morale dhe historike, sepse futbolli është kthyer në shtëpi.